Gjykata e posaçme antikorrupsion ka liruar nga qelia ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka pasi kanë kaluar afatet e paraburgimit. Koka u arrestuar që prej dhjetorit 2021 i akuzuar për shpërdorim detyre, korrupsion dhe pastrim parash lidhur me aferat korruptive për inceneratorin e Fierit. Sipas akuzave të SPAK, për inceneratorin e Fierit u paguan 4 milion euro për punë që nuk u kryen asnjëherë, ndërsa 60 milion lek është dëmi i shkaktuar në buxhetin e shtetit në skemën e mashtrimit. GKKO ka kaluar masën e sigurisë arrest me burg për inceneratorin e Fierit, ndërsa çështja është kthyer për rigjykim në apelin e posaçëm nga gjykata e lartë. Në korrik të këtij viti, Koka fitoi të drejtin e lirimit me kusht nga gjykata e Durrësit për inceneratorin e Elbasanit, ku u dënua me 6 vite e 8 muaj burg me gjykim të shkurtuar. Për inceneratorin e Fierit, Koka është dënuar në shkallë të parë me 6.8 vite, ndërsa për të Tiranës u dënua me 2 vite. Për Tiranën, mori shuare të masës sigurisë arrest në burg pasi dënimi marrë me 2 vite burg për shpërdorim detyre në shkallë të parë është ezauruar me paraburgim.